qytetarë të shumë në Kroaci, në veçanti në Zagreb, kanë raportuar për një fenomen të pazakontë në qiell. Bëhet fjalë për të ashtu quajturat spirale SpaceX, që quhet një fenomen i pazakontë në qiell, i cili duket si një formë spirale ndriçuese dhe është krijuar si rezultat i lëshimit të raketave nga kompania SpaceX. Më së shpeshti nga Falcon 9. Falcon 9 u lançua pak orë më parë nga Florida. Ky fenomen nuk lidhet me alienët apo ngjarje të mbinatyrshme, por ka një shpjegim shkencor që lidhet me fizikën e shtytjes së raketave dhe atmosferës. Kur raketat Falcon 9 lëshojnë karburant të tepërt në atmosferë sipër pas përfundimit të misionit, zakonisht gjatë deorbitës së fazës së dytë, e karburant ngrihen në kristale të vogla, akulli për shkak të temperaturave të ulta. Në atë lartësi, nëse në atë moment ai ndriçohet nga dielli dhe vëzhguesit në tokë janë errësirë, këto kristale reflektojnë dritën dhe krijojnë një rrjetë të dukshme që shpesh merr një formë spiraleje për shkak të rrotullimit të raketës gjatë shkarkimit të karburantit. Ky efekt mund të jetë veçanërisht i mrekullueshëm nëse shfaqet gjatë një shfaqjeje të aureolës, pasi spiralja qëndron në sfondin e brezave shumë ngjyrësh të dritës. Fenomeni është i rrallë, por po bëhet më i zakonshëm pasi SpaceX rrit numrin e lëshimeve. Ajo është parë në vende të ndryshme si Alaskë, Hawaii, Zeland e Re dhe Europë, në varësi të trajektorës së raketës.